Në vijim do të ofroj një konspekt të librit të studiuesit të mirënjohur të mesjetës, Jacques Le Goff, titulluar Must We Divide History into Periods? A duhet ta ndajmë historinë në periudha? Le Goff konsiderohet nga njohësit më të shquar francez të mesjetës dhe një figurë qendrore e shkollës historiografike të Annales. Libri i tij i shkurtër por provokues sfidon një nga idetë më themelore të shkrimit historik, ndarjen e kohës në epoka të fiksuara, koherente dhe të pranuara gjërësisht, si për shembull ndarja e mirënjohur e kohës në antikitet, mesjetë dhe modernitet. Ai kritikon datat simbolike të ngurta, si për shembull ndarjen e mesjetës duke filluar nga viti 476 të erës sonë dhe duke përfunduar në vitin 1492 të erës sonë, që përdoren për të ndarë epoka të tëra sikur bota të kishte ndryshuar papritur brenda një nate. Argumenti kryesor i Le Goff në këtë libër është se periodizimi historik është në thelb një ndërtim artificial dhe ideologjik, një praktikë që më shpesh e shtrembëron se sa ndriçon kuptimin ton për të kaluarën. Ai kritikon që periodizimi të mos merret si një mjet neutral i analizës për të shtruar për diskutim kritik. Pyetja që shtrohet është se ndarjet standarde i shërbejnë kuptimit të historisë apo thjesht pasqyrojnë paragjykimet e historianëve, regjimeve politike ose traditave kulturore. Në këtë mënyrë veçanërisht provokuese, Le Goff pohon se mesjeta nuk përfundoi në vitin 1500 të erës sonë, por vazhdoi deri në shekullin e 18, duke sfiduar ndarjet tradicionale që e shohin rilindjen apo reformimin evropian si fillimin e epokës moderne. Le Goff përqendrohet veçanërisht në ndarjen mes mesjetës dhe rilindjes evropiane. Duke u mbështetur në dekada ulumtimesh mbi Evropën mesjetare, veçanërisht qytetet, universitetet dhe jetën intelektuale, ai sfidon përshkrimin tradicional të mesjetës si një periudhë errët dhe e ngecur mes dy epokave të dritës, domethënë epokën e antikitetit dhe atë moderne. Le Goff dëshiron që lexuesit, sidomos ata që janë të rinj në mendimin historik, të çlirohen nga ideja se rilindja evropiane ishte një ndërprerje revolucionare ndaj ignorancës mesjetare. Në vend të kësaj, ai argumenton se ajo që quajmë rilindje evropiane ishte thjesht njëra ndër shumë rilindje që ndodhen gjatë periudhës mesjetare. Ai referohet historianëve të mëparshëm, si për shembull Charles Haskin, i cili në librin e tij Rilindja e shekullit të 12 tregoi se ndryshimet të thella intelektuale, artistike dhe institucionale ndodhen shumë kohë përpara Da Vinci dhe Michelangelos. Larg të qenit një shkëtëtirë kulturore, mesjeta, sipas Le Goffit, dëshmoi formimin e institucioneve kyçe evropiane, përfshirë universitetin dhe përjetoi debate të ndërlikuara filozofike dhe shkencore. Ai përmend metalogjikonin e John Salisburyt si një shembull të mendimit të lartë mesjetar në mbrojtje të arteve liberale, argumente që do të ishin të përshtatshme edhe për humanistët italianë të shekullit të 15. Edhe tiparet që stereotipikisht i atribuohen rilindjes evropiane, si për shembull gjeniu artistik individual, letërsia laike, kërkimi filozofik i ri, kishin paraprijës shekull më parë, sipas Le Goffit. Dhe siç vëren ai, me ironi, gjyqjet e shtrigave që shpesh përdoren si provë supersticionit mesjetar, ishin më të shpeshta gjatë periudhës së rilindjes evropiane se sa në shekujt mesjetar. Le Goff nuk argumenton që periodizimi duhet braktisur krejtësisht, përkundrazi, ai kërkon për studiuesve që të shfaqin kujdes, reflektim dhe përulësi. Periudhat nuk janë entitete reale, ato janë ndarje konceptuale, të formuara shpesh nga korniza ideologjike ose fetare. Ideja e historisë si një seri rënjesh dhe ringjalljesh, epoka të errta të ndjekura nga rilindje, e ka prejardhjen në eskatologjinë judeo-kristiane. Periodizimi na kujton ai gjithmonë përfaqëson një gjykim vlerash. Pra, ndarja e historisë nuk është thjesht një ushtrim i organizimit kronologjik. Ajo pasqyron besimin mbi përparimin, rënjen dhe kuptimin e qytetërimit. Rreziku nuk qëndron tek etiketimi, por tek trajtimi këtyre etiketimeve si realitete empirike dhe jo si mjete interpretative. Kjo është veçanërisht e vërtetë sipas Le Goff në rastin e mesjetës, një term që vetvetiu nënkupton mungesë identiteti. Thjesht një periudhë mes dy epokave më kultiplote, antikitetit dhe asaj të rilindjes evropiane. Për të, mesjeta e gjatë, nga rënja e Romës deri në shekullin e 18, nuk është një epokë errësire që pret ndriçimin e rilindjes evropiane, por një fazë themeluese gjatë të cilës Evropa moderne u formosua në mënyrë graduale dhe organike. Në librin e tij, Le Goff paralajmëron kundër vendosjes mekanike të datave fillestare dhe përfundimtare mbi fenomene të ndërlikuara historike. Bota nuk ndryshon rrënjësisht në vitin 476 apo 1492 apo 1789, vetëm sepse kështu thon tekstet shkollore. Në vend të ndërprerjeve radikale, Le Goff
thekson vazhdimsi ndërmjet periudhave, sidomos mes mesjetës dhe epokës moderne. Ai tregon se ndarjet kohore janë shpesh të formësuara nga korniza eurocentrike, kristiane dhe nacionaliste që shpërfillin kronologjitë e qytetërimeve të tjera apo promovojnë narrativa të caktuara historike dhe politike. Në frymën e Braudelit, Le Goff refuzon konceptin e kohës lineare, duke përkrahur një vizion të kohëve të mbivendosura dhe ritmeve të ndryshme historike. Disa prej kontributeve dhe pikave të forta të këtij libri konsistojnë në faktin se në të, Le Goff na kujton se kategoritë tona kohore janë ndërtim njerëzor, jo pasqyrime të së vërtetës absolute. Kjo proullësi i lejon historianët të shkruajnë narrativa më të nuancuara. Si medievalist, ai paraqet mesjetën si një laborator të modernitetit, të pasur në zhvillime intelektuale, shpirtërore dhe institucionale. Megjithëse me përmbajtje të thellë, libri është i shkurtër dhe pa zhargon teknik, çka e bën të qasshëm për student dhe lexues të përgjithshëm. Le Goff ndërvepron me tërësi filozofinë dhe teorinë politike, duke treguar se idenë mbi kohën dhe historinë ndikojnë në debatet më të gjera kulturore. Disa prej kufizimeve apo kritikave rreth librit konsistojnë në faktin se megjithëse kritik ndaj eurocentrizmit, analiza e Le Goffit mbetet e përqendruar tek Evropa, sidomos Franca. Përfshirja e periodizimeve islame, kineze apo indiane do ta forconte edhe më tej kritikën e tij. Edhe pse kritikon modelin tradicional, ai nuk ofron një kornizë sistematike alternative, gjë që mund të lërë të pakënaqur lexuesin që kërkon udhëzime praktike. Teza e tij se mesjeta zgjat deri në shekullin e 18 është provokuese, por jo e zhvilluar plotësisht në libër. Ai nuk shqyrton në thellësi zhvillimet ekonomike, politike apo globale që justifikojnë ndarjet klasike. Në më pak se 200 faqe libri shpesh ndihet si një ese gjatë ku disa tema hapen, por nuk trajtohen në detaje dhe në thellësi. Si përfundim, përgjigjja e Le Goffit ndaj pyetjes që ai ngreq në titull, pra a duhet ta ndajmë historinë në periudha, nuk është një jo kategorike, por një paralajmërim i fuqishëm kundër shënërimit të etiketimeve tona kohore në realitete absolute. E kaluara këmbgul ai nuk është një pergamen me ndarje të trasha me stilolaps të zi, por një pikturë me akuarel e përzier, e shtresuar dhe me plot vazhdimsi si dhe me ndarje. Libri i fundit i Le Goffit është një kujtesë bindëse se historia nuk është vetëm për atë që ka ndodhur, por edhe për mënyrën se si zgjedhim ta tregojmë atë, dhe se rrafimet që tregojmë pasqyrojnë vlerat dhe kornizat e kohës sonë. Në një botë që gjithnjë më shumë të rrihet nga rrafime të thjeshtuara dhe historia me copëza për rrjete sociale, lutja e Le Goffit për nuancë, kompleksitet dhe këndvështrim të gjatë mbi të kaluarën është një thirrje e mençur dhe e duhur në kohën tonë.